Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, bashkë me Ministrin e Detyrë të Shëndetësisë, Arben Vitin, me drejtorin e SHSK-s, Elvira Azizin, ku na mirëpritën Dr. Zef Ndrejaj dhe Dr. Nasser Rakuna. Me çrast vizituam edhe zonjën e cila është bërë nën për herë të parë, por njëkohësisht është edhe lindja e parë në vitin 2026. E uruam, i dëshiruam shëndet dhe kishte një rrethon shumë të veçantë, me qenë se ka lindur trenjak, ka lindur 3 djem, 3 foshnje të gjinisë mashkullore dhe të 3 foshnjet janë mirë, nëna ndjej shumë mirë dhe ky është një gëzim i posaçëm për të gjithë neve në vitin 2026. Urojmë familjen, në veçanti nënën, Fjolla Ibrahimi Starabaja, e cila vjen nga rajoni i Gjilanit, dhe i dëshirojmë gjithë të mirat në jetën e mëtutjeshme. Unë këtu po vi pas vizitës kazermës Adem Jasharit të Forcës së Sigurisë Kosovës, ku u takova me komandantin e ushtrisë sonë, general-lejtnant Bashkim Jasharin, dhe me Ministrin e Detyrë të Mbrojtjes Ejub Maqedonsin, të cilët na pritën bashkë me ushtarakët të cilët ishin kujdestar atje sonte, dhe ndrrimin e motmoteve, pra gëzuar vitin e ri 2026, caktuam gotat pikrisht në kazermën Adem Jasharin, ndërka që para saj isha në stacionin e policisë Qendra, bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme Detyrë Zviad Sfeqla, ku atje na priti pastaj natyrisht drejtori i policisë Gazmend Hoxha. Pra, orën e fundit të vitit 2025 e kalova në stacionin Qendra të Policisë Kosovës, ku mora vesh për përgatitjet dhe ndërhyrjet që bën policia që të ketë sundim ligji dhe rend publik edhe në këtë festë të ndërrimit të motmoteve, ndërka që takimin e fundit për vitin 2025 dhe takimin e parë për vitin 2026 e kisha në ushtrin tonë të Forca e Sigurisë Kosovës, ndërka që orën e parë të vitit 2026 po e kaloj këtu në spital me kolegë, dashamir, me njerëz të cilët sjellin jetë në jetë, dhe me thënë sjellin foshnjet e reja të cilat janë gëzimi i familjes dhe i mbarë shoqërisë sonë. Faleminderit shumë Dr. Nasser, Dr. Zef, Ministr Arben dhe të gjitha infermierët, mjekët të cilët na mirëpritën sonte, gëzuar të gjithave viti 2026. Faleminderit.